problemet që shme thonë, të aspekti si me qëllim, janë duke u pengu me qëllim, me tendencë ose me diçka nuk shoh. Ti edhe unë kam qenë edhe në komitet të urbanizmit, i po ngritë çështjet e mia, domethënë edhe te ajo pjesë, kemi probleme me trotuare, siç e dino ti, probleme me kanalizime. Unë konsideroj se nuk është dhënia e leje për ndërtime kolektive, ndërtime do të thotë masi po ndërtohet një objekt kolektiv, po shfaqet nevoja e rritjes së gypave, si të ujit, si të kanalizimit. Domethënë ajo gjithmonë po mungon një farë analizimi i saktë se për sa banor mund të më dhonë çaja pjesë, për sa banor mund të më dhonë leja. Është kjo pjesë, pjesa tjetër është trotuarve. Na po marrim, na jetojmë këtu, e marrim një karrocë, një nonë, një fëmijë, ka shumë të vështirë dhe mos kanë pamundur më shku nga një lagje qytete në lagje tjera në mungesë të trotuarve, parkingjeve të automjeteve, shumë gjëra të cilat e pengojnë edhe bojnë një qytet jo funksional.